Numërimi mbrapsht deri në votimin e reformës në drejtësi fillimisht në komisionin e posaçëm dhe mëtej në parlament, po shoqërohet edhe me intensifikimin e konsultave për miratimin e paketës së ligjeve që do të mundësojnë zbatimin e saj. Në tryezën e komisionit dhe në duart e ekspertëve është një listë me 7 projekt ligje që cilësohen emergjente, për të cilët kërkohet përmbyllja në kohë rekord e diskutimeve për të bërë të mundur votimin e tyre. Ligjet janë kryesisht të karakterit organik dhe përfshin projektligjin për gjykatën kushtetuese, për rivlerësimin e gjyqtarëve dhe prokurorëve, për organizimin e gjyqësorit të prokurorisë, për mirëqeverisjen e organeve të drejtësisë, për SPAK dhe Byron e Hetimit dhe projektligjin për statusin e gjyqtarëve. Në total janë më shumë se sa 40 projektligje që duhen miratuar nga Kuvendi si pjesë e paketës së reformës në drejtësi, por hapja e ekspertëve duket se është shumë më i shpejtë se sa i politikës, që ende po nguron në miratimin e saj. Në këto kushte, 40 organizata të shoqërisë civile, rretheve akademike dhe sektorit privat janë vënë në lëvizje dhe përmes një peticioni drejtuar forcave politike parlamentare i kërkojnë të mos zvarrisin reformën. Miratimi sa më shpejt i reformës, pra, u intereson jo vetëm shqiptarëve, por dhe SBA-s edhe Evropës. Prandaj politikanët, duke marrë parasysh dëshirën e shumicës dërmonëse të shqiptarëve dhe insistimin e ndërkombëtarëve për reformën që të miratohet sa më shpejt, unë mendoj se duhet të përgjigjen këtyre di kërkesave që janë themelore dhe që interesojnë vendit. Kemi një bazë solide që janë konsultimet e zgjeruara me Komisionin e Venecias. Kemi një raport Komisionit Venecias që thotë që baza e reformës është e pranueshme, është pozitive. Mesazhi i shoqërisë civile ka qenë që nuk duhet të ketë më pretekste. Ato duhet të angazhohen për ta kaluar këtë reformë, sepse kjo do të thotë një anëtarësim sa më të shpejtë të Shqipërisë, hapjen e negociatave me Bashkimin Evropian, nëse kalohet brenda përpara se pushimit të verës së parlamentit. Ndryshe Shqipëria mund të humbi vite të tëra në procesin e integrimit. Të hënën politika ka një provë vendimtare për përmbushjen e kësaj thirrje, që nuk vjen vetëm nga shoqëria civile, por do duhet të miratojë në komisionin e posaçëm paketën e reformës. Të martën po për këtë çështje, ambasadorët e SBA-s dhe BE-s, Donald Lu dhe Romana Vlahutin, do të jenë në mbledhjet e 3 grupeve parlamentare, përkatësisht në 15 në Partinë Socialiste, 16 në Partinë Demokratike dhe në 17 në Lëvizjen Socialiste për Integrim, për të shtyrë drejt finalizimit në kuvend të reformës.